Mimrama të ndëruar shikues, jeni me Business Plus. Gjatë këtij emisioni do të fokusohemi në një temë që prek buxhetin e shumë qytetarëve, ajo është paga minimale. Në një kohë kur kosto i jetesës po shtrenjtohet, kërkesa për rritjen e pagës minimale po bëhet gjithnjë edhe më e madhe. Përveç kësaj do të flasim edhe për masat të cilat po i ndërmerr qeveria lidhur me rritjen e çmimeve, por edhe shumë çështje të tjera. Të ftuar në studio kemi profesorin universitar Abil Baush dhe drejtorin ekzekutiv në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut Perëndimore, Durim Zeqiri. Përshëndetje dhe mirëseardhje në emision. Mirësegjetëm, faleminderit për ftesën. Zoti Zeqiri, do të fillojmë me ju. Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut Perëndimore ishte ndër të parat që kërkoi rritjen e pagës minimale në 500 euro, por me kush që qeveria të ul kontributet nga 47.7% në 32%. Cila është arsyeja kryesore pas kësaj kërkese dhe si do ndikonte një rritje e tillë në bizneset e vogla dhe të mesme dhe çfarë efekti do të kishte kjo në fuqinë blerëse të konsumatorëve, por edhe në ekonominë në përgjithësi? Gazmend, faleminderit edhe një herë për ftesën. Ju e dini që çdo herë kur jam në këtë studio ndihem shumë mirë dhe jam i thtarë asaj që shërbimi apo servisi publik të përkrahet më tepër. Para se të filloj nga kjo e fundit, ndoshta një korrigjim të vogël mbi atë se çfarë thatë ju, nuk ishim të parët vetëm, por ishim edhe të vetmit të cilët kemi kërkuar si institucion që të rritet paga minimale, pavarësisht asaj se kjo tingëllonte shumë paradoksale se si mundet një odë ekonomike që përfaqëson interesat e biznesit në përgjithësi, pra të kërkoj kosto më të larta për biznesin. Mirë po, qëndrimi ynë ishte vizionar, duke pas parasysh që fuqia punëtore në vend kishte një konkurrencë të themi të hatashme në raport me fuqinë punëtore të vendeve në rajon, sa i përket pagave, duke parë faktin që pagat në vendet e regionit rriteshin me hapa më të shpejt, ndërkaq në Maqedoninë e Veriut nuk ndodhte e njëjta. Dhe si konkluz e jona e cila doli erdhi pikërisht nga fakti që ne bëm analiza të mirëfillta dhe të detajuara mbi atë se çfarë është duke ndodhur në region dhe pse kompanitë tona nuk e kanë të lehtë në aspektin financiar dhe operativ të rrisin pagat dhe erdhën në konkluzion që Maqedonia e Veriut i ka kontributet më të larta në rajon, por edhe më gjerë. Janë të pakta shtetet të cilat janë të ngjashme me ne. Këtu e kemi vetëm Suedinë, e cila është shquar për shtet social. Ndërkaq në rajon jemi kampion sa i përket kostove të larta të pagave dhe është evidente kjo që e njëjta i penalizon kompanitë për të zhvilluar në këtë pikpamje. Dhe vlerësuam që duhet të dalim ne si odë me kërkesë konkrete dhe reale me atë se çfarë mund të bëhet duke pasur parasysh edhe vetë qëndrueshmërinë financiare të buxhetit shtetëror, me qëllim që mos ta dëmtojmë të njëjtën, por në anën tjetër jemi koshient që të dhënat statistikore tash 30 vite ndoshta nga vetë pavarësimi i shtetit tregojnë që kemi në konzistencë kemi rritje të shpenzimeve kapitale, por që të njëjtat nuk shihen në terren, pra nuk kemi diçka faktike të dokumentuar apo të ndërtuar në raport me atë se sa janë shpenzuar. Dhe këtu ka dalur qëndrimi i ndërlidhur me qëndrimin e parë, por që të ulin kontributet, por në anën tjetër institucionet të jenë më vigjilente dhe të tregojnë aftësi menaxheriale më të mira që buxheti shtetëror të menaxhohet më mirë dhe mos të kemi derdhje të mjeteve financiare pa nevojë apo pa ndonjë efekt të matur paraprakisht, të ndërlidhet me atë se cila do të jenë efektet në rast se kërkesa jon për ulje të kontributeve, faktikisht për ngrirje të kontributeve në këtë nivel, pra në 9.700 denar dhe rritje të pagës minimale në 31.500 denar që do ta bënte nga 47.5% të kontributeve nga paga neto, do ta ulte në 32%, që është një mesatare, pak mbi mesataren e rajonit, mirë po do të jetë një nivel i kënaqshëm dhe e njëjta pra niveli i kontributeve të mos jetë progresive, për shkak se e dim që Maqedonia e Veriut i ka dhe kontributet progresive. Pra paga minimale prej 22.567 denar ka 47.5% kontribute dhe sa më tepër rritet paga kontributet aq edhe më lart shkojnë, pra e dimi rastin që neve e marrim si referencë pagën neto prej 1.000 euro, ku
për 1.000 euro paguhen 52% kontribute. Pra nëse një punonjës merr 1.000 euro pagë neto, për atë pagë paguhen edhe 520 euro tjera shtesë, gjë që nuk ndodh në rajon, dhe këtë e pam me shumë raste të ndryshme kur kishte hapësira të ndryshme për lëvizje të fuqisë punëtore nga vendi në vend, e pam që punonjësit e maqenisë së Veriut kishin prirje dhe dëshirë më të flakt, ndoshta të dalin nga maqenia në shtete tjera për shkak se kishte paga neto më të larta, për shkak se shtetet tjera nuk i penalizojnë kompanitë dhe punonjësit me kontribute të larta, për të mos zgjatur shumë. E dim që aktuale është edhe tema e çmimeve të produkteve të cilat në mënyrë kjo është qëndrimi do të flasim pak po vetëm ta tregoj se rritja e pagës minimale në modelin të cilin ne e promovojmë është rritja ideale për shkak se nuk do të ketë efekt negativ në rritjen e çmimeve, për shkak se në rast se rritin kostot shumë lart për kompanitë, atëherë ato kostot do të reflektojnë tek produktet të cilat ato kompani i japin dhe shërbimet të cilat i ofrojnë. Profesor, sipas zgjidhjes aktuale ligjore, paga minimale në muajin mars duhet të rritet diku rreth 24.400 denar. Në fakt, arri përveç çodës ekonomike, së fundmi tani kemi edhe lidhjen e sindikatave, e cila ka dalur me një kërkesë të re, e cila kërkon që në këtë rritje prej 24.400 denar të rritet paga minimale edhe për 6.000 denar, ndërsa pjesën e kontributeve të subvencionojë qeveria në afat prej 12 muaj. Sa ju duket legjitime një kërkesë e tillë dhe si do të harmonizohet interesat e punonjësve, punëdhënësve dhe qeverisë në këtë rast? Mirë, këtu kemi dy palë, domethënë kemi lidhjen e sindikatave dhe nga ana tjetër kemi biznesin real. E para punë është, kur flasim për pagën minimale, duhet të jemi të vetëdijshëm se paga minimale filloi këto dekadën e fundit të jetë shumë aktuale dhe atraktive, për arsye se erdhën në një mori të krizave ekonomike që ndodhe dhe që ta mbajmë atë pjesën sociale të qytetarëve tonë, filluam të paraqesim këtë pagën minimale. Dhe sigurisht se në një aspekt kështu filloi edhe të keqpërdoret nga këto politikë bërësit. Politikë bërësit tanë, sepse filluan si të themi të japin të jetë një farë lloj aukcioni kush do të jep prej partive politike dhe qeverisë më shumë taris pagën minimale, duke harruar se komponenta e pagës minimale nuk bëhet me ligj, po komponenta e pagës minimale do duhet të jetë si vlerë ekonomike ose si vlerë e zhvillimit ekonomik të vendit, dhe në për ato parametrat e tregu do duhet të jep pagën minimale. Do të thënë, unë këtë ndoshta e tham edhe pak e përmendi këtë në vendet kur bisedojmë, në disa raste bile edhe i penalizojmë edhe punëtorët kur i bëjmë këtë pagën minimale, sepse atë që e tha Zëqiri mban se në mungesë të forcës punëtore, kompanitë u detyruan të pranojnë njerëz duke u ashtuar bile edhe pagat e tyre, për arsye se kishin mungesë të madhe në treg, por nga ana tjetër i penalizuan për arsye se ne kemi pagën minimale deri këtu. Deri këtu jemi në rregull, por në fillim kur Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriut Perëndimore dul me këtë propozim se do duhet se ti zvoglojmë kontributet në përgjithësi. Unë nuk tham vetëm kontributet e punësimit, por në përgjithësi kontributet për 20-27% të zvoglojnë. Në një moment mu duk si një ofertë shumë serioze dhe shumë e mirë për palën tjetër, në këtë rast për ligjvënësit, për arsye se shifnim. Ne jemi në një situatë kur fondin pensional e finansojmë ose se subvencionon deri në 30, deri në njëra dhe 20%. Atje, e kuptoni, subvencionon prej buxhetit tonë fondin pensional, sepse kemi një fond pensional i cili është i tillë që është, do të thonë nuk gjeneron të ardhura në fondin pensional, që mandej ato pensionistët të kenë edhe pensione më të mëdha. Ne këtë e finansojmë. Kjo është një. E dyta, edhe po të bëjmë këtë rritjen e pagës minimale në kurisë jo të zvoglimit të kontributeve, po të përpjesëtueshmërisë, domethënë ato përsëri mjetet e njëjta do të derdhen në buxhet. Domethënë ne do të gjejmë një vend ku do të cilët edhe në këtë rast edhe kompanitë, në rastin tjetër edhe qeveria do gjejë një gjuhë të përbashkët ku do të japim një farë lloj vlere shtuese te konsumatorin, në këtë rast te punëtorët, apo? E tash, por ama, edhe kjo përsëri duhet të shikohet në një aspekt tjetër. Do të thonë, këtë rritje ekonomike, këtë zhvillim, këtë rritje ekonomike do duhet patjetër ta ndjekim ose ta monitorojmë, sepse mund përsëri mandej të kemi edhe probleme tjera
të tipit të shtyres të inflacionit, sepse ne derdhim shumë para të tregu. Mirë po, kjo bëhet në një formë, në një mënyrë integrale me të gjithë ato përbërësit, aktorët të cilët e bëjnë gjithë këtë gjë. Thonë, shumë rënd të bisedot për pagën minimale. Për atë të thashune, u keq përdor në disa situata për pojena politik, por ama, është vetë vërtet shumë pjesë serioze, ato të cilët në fillim, e zbuluan pagën minimale, ose e dhanë pagën minimale, dhanë për arsye që ta mbajnë forcën punëtore, ta mbajnë forcën vitale punëtore, të kenë një farloj konkurentshmëri, ose të japin një çmim forcës punëtore, dhe jo këtë ta përdorin tutje për të vendosur, si diune, pojena politik, etj. E them këtë, për arsye se edhe në momente kur do të zvoglohet, shifnim, edhe në momente po qëse, në mënyrë proporcionale, pëse nuk do të zvoglohen parat të cilat do të hyrë në buxhet, nëpërmjet kontributeve, se do jenë të njëjtit, ne mund të arrijmë edhe punësueshmëri të re, sepse do të bëhen vendet e punës më atraktive. Edhe pse nuk jam i thari pagës minimale, këtë e kam thënë çdo herë, por ama do të ketë konkurentshmëri dhe ne mund të tërheqim edhe të punësuar tjerë. Shihni, problemi i përdorjes të kontributeve është edhe një temë të cilat ne nuk e flasim. Do thonë, niseni, pite fondi pensional, fondi shëndetësor, fondi i të punësuarve, agencioni i punësimit, sa i kanë këto rezultatin, sa arrin të përmbushin rezultatit. Unë me një analizë që kemi bërë njëherë, kemi pas e fondi shëndetësisë, me këto para të cilën e ka, nëse edhe 15% ja zvoglem, do të kemi rezultatet e njëjta. A ne shëndetësinë e kemi në mënyrë që e kemi. Për fondin pensional, ne kemi e kemi të ndam në fondin pensional shtetëror dhe atë të dytin, fondin privat, dhe shifni tash kalkulojmë si të mund të marrim fondin e dytë, pjesën e dytë, ta fusim në pjesën e parë që të mundemi ta mbushim. A pjesa e dytë do duhet të gjenerojë të ardhura duke investuar në projekte edhe kapitale, duke investuar edhe në vende të tjera, po kjo nuk u arrit. Ne nuk themi se modeli është gabim. Ne themi se modeli nuk funksionon. Dhe këtu jemi te kjo pika e pagës minimale. Nëse nga njëra anë aktorët të cilët vinë nga pjesa e biznesit thonë se ne nuk jemi kundër rritjes pagës minimale, por jemi kundër të gjithë këtyre kontributeve që i japim, sepse nuk marrim ndonjë vlerë plus shtuese, atëherë këtu kemi një problem tjetër. Gazlan, vetëm se mund të ndërlidhem me që ma kujtoi Abili dhe potencoj. Pikërisht kjo është pra qëllimi. Neve kur kemi çdo herë si institucion kur kemi gjeneruar politika makroekonomike, nuk kemi pas për qëllim që ta dëmtojmë shtetin e të përfitojmë si biznes, për shkak se kjo është jashtë çdo sensi logjik, për shkak se nëse nuk kemi institucione dhe shtet të qëndrueshëm financiarisht, mendoj që gjithçka bie poshtë, përfshir këtu edhe aspektet socioekonomike, shëndetësia, arsimi e kështu me radhë. Po ideja jonë është që ne të mos t'i reduktojmë të dhënat që i japim për shpenzimet, pra kostot që i kemi për kontribute. Ne nuk i reduktojmë, po ne kërkojmë që me rritjen të pagës prej 8.000 denar shtesë, për ato 8.000 denar të mos tatimohemi, pra të mos paguajmë kontribute, dhe është të ardhura do të jenë të njëjta, nëse jo më shumë, për shkak se e dim që të dhënat statistikore dhe zyrtare tregojnë që buxheti i maqenisë së veriut është dikon 77% plotësohet nga TVSH-ja, nuk plotësohet nga doganat, nuk plotësohet nga eksporti, unë ku ta di çfarë. Edhe është një dhënë tjetër interesante që GDP-n po ashtu e kemi në nivel prej 68% e kemi të fuqisë konsumatore. Pra, nëse ne e bëjmë këtë, çfarë rezultati multiplikativ kemi arritur? Kemi arritur që të rrisim pagat pa ndikuar negativisht apo pa e ndezur ende më tepër inflacionin, për shkak se nuk rrisim kostot operative të kompanive, dhe ato kosto kur rriten, në rast se kompanitë kanë shpenzime shtesë, e njëjta do të reflekton te produkti i tyre ose te shërbimi i tyre, për shkak se ato duhet të mbulohen, nuk punojnë ne duhet të jemi koshient se kompanitë nuk punojnë pa ndonjë fitim të caktuar, dhe kjo do ta minimizonte këtë problem. E dyta është fakti që kompanitë, sidomos ato mikro dhe të vogla, të cilat nuk mund të përballen me normat dhe me kornizën ligjore që thotë të bëhet paga minimale
500 euro, mirë po me kontributet në 47.5%, ata detyrohen në momentet të caktuara për fat të keq që të futen në ekonominë jo formale, dhe këtë e kemi, është statistik zyrtare ku Banka Botërore thotë që Maqedonia e Veriut ka një informalitet të lartë prej mbi 29 dikun 32% ndonjëherë sillet si vlerë, që në numra absolut janë dikun 4 miliardë gjys apo 5 miliardë euro, të cilat shteti një buxhet të cilat nuk mund të kapitalizojnë nga ato mjete. Çfarë themi ne? E reduktojmë me këtë propozimin ton, e reduktojmë edhe informalitetin, në anën tjetër shteti nuk humb, do të vazhdoj të hyrat e njëjta të ketë, por ndoshta siç tha edhe i nderuari Abili që do të bëhet më atraktive sektori privat dhe kështu punonësit të cilët janë pjesë e ekonomisë informale do të formalizohen dhe shteti do t'i rriten të ardhurat nga kontributet, që mendoj që është situatë win-win, nëse mund ashtu ta quaj, edhe shteti do t'i ngritën kapacitetet sa i përket të hyrave në financiare, ndërkaq biznesi do të ketë fuqi punëtore më aktive dhe më të lumtur, nëse mund ta them, dhe kështu rritet produktiviteti. Në të kundërtën mendoj që nëse bëjmë krahasim, për shkak se shpesh ndëgjojmë edhe disa ekonomistë të cilët thonë që Maqedonia e Veriut nuk duhet të bëj benchmarking për krahasim me shtete tjera, dhe unë mendoj që kjo është plotësisht e gabuar, për shkak se nëse ne nuk krahasohemi me të tjerët, neve do ngelemi në fund, dhe nëse nuk kemi një cil të cilin duam të arrijmë, mendoj që do të shkojmë si ekonomi mbrapa. Më herët thatë se vendi jon ka kontributet më të larta në krahasim me rajonin, mirë po kur u pyet në lidhje me kërkesën e odës ekonomike në lidhje me rritjen e pakës minimale dhe uljen e kontributeve, Ministri i Financave tha se kjo kërkesë për to është e papranueshme për shkak se ne si vend kemi kontributet më të ulta dhe si një kërkesë të tillë ata nuk e pranojnë. Ne si vendi kemi pagat më të ulta, ndërkaq nuk i kemi kontributet më të ulta. Kjo është e gabuar, madje neve kemi nxjerrë analizë të detajuar dhe mund në zyrën tonë, kur e kemi pasur si mysafire ministrin në fjalë, bashkë me kryeministrin dhe me eksponent tjerë ekonomik të qeverisë, kemi shpalosur në mënyrë të detajuar dhe unë i mbaj mend numrat për fat të mirë. Do t'i tregoj për publikun, për edhe për ju që ndoshta të nxisim ndonjë diskutim shtesë. Maqedonia e Veriut tregova i ka 47.5% i ka kontributet dhe i ka në mënyrë progresive. Ne kërkojmë që progresiviteti të ndalet, të bie në 32% dhe të jenë proporcionale. Jo lineare, pra të paguajmë për çdo pak të paguajmë kontribute 9.700 denar, por të jetë proporcionale, pra për çdo pak. Si të ardhurave të paguhet edhe. Pikërisht. Jemi koshent këtë pikë. Për shembull kemi fqiun verior të Kosovës, të cilin si model më duhet ta them nuk e promovojmë, por ato kanë kontribute për pagën 1.000 euro, kanë 140 euro paguajnë kontribute. Dhe më tregoni ju mua, nëse një pagë bruto në Kosovë kushton 1.140 euro, për pagë neto 1.000 euro, në Maqedoni 1.520 euro. Pse unë si punonjës të mos punoj në Ferizaj në Prishtinë, ku e kam shumë afër gjysmë ore, 40 minuta, pse të mos punoj atje ku do të kapitalizoj më shumë jetë neto se sa në Maqedoninë e Veriut. Kjo është një problem tjetër. Shteti tjetër i Veriut, po ashtu Serbia, i ka në vlerë prej 37%. Shqipëria i ka në 27.5%. Këto janë të dhëna zyrtare, po në qoftë se ministres nuk i mjaftojnë të dhëna zyrtare të cilat i ka të qasshme online, atëherë ne po tregojmë që antarësia jonë, një numër i konsiderueshëm i tyre, operojnë në të gjitha shtetet e regionit dhe paguajnë paga. Po njoftuar se detajisht se sa paguajnë kontribut. Po realisht ata e kanë edhe këtë problem. Pra për shkak se standardit, ta marrim shembullin e Malit të Zi, cila e ka aplikuar që nga viti 2023 këtë kërkesën të cilën neve e kemi për Maqedoni, ata kanë ulur kontributet dhe diferencë e cila është krijuar në pagën minimale prej 250 euro, u dedikojnë punonjësve, dhe kështu e kanë ndalur atë hoftë të madh të egzodit të cilin ndodhi atje, duke qenë se ata janë shtet pak më i zhvilluar se ne, dhe ne këtë modele e promovojmë. Kemi së fundmi edhe Bosna dhe Hercegovina është duke i ulur, dhe këto janë të dhëna zyrtare të cilat mund të gjenden shumë lehtë nëpër websajtet e institucioneve të tyre respektive, që edhe ata janë duke i ulur kontributet. Në këtë pikpamje jemi shumë jo konkurrues. E kishim rastin me Ballkanin e hapur, e dini, e kam përmendur në shumë studio dhe do ta përmend edhe këtu, që kur u lëshuan dhe u gjeneruan ato numrat
identifikues për ballkanin e hapur për punonjësit me numër të cilin ti mundesh si punonjës të punosh në cilin do prej shteteve të ballkanit të hapur, nga 5000 numra të lëshuar, 4200 i mori Serbia. Pse i mori Serbia dhe nuk i mori Maqedonia? Për shkak se askush s'do të punon këtu, se kostot e pagave janë shumë të larta. Edhe një gjë tjetër duhet ta potencojmë. Një faktor që ndikon shumë në zhvillimin ekonomik është bara administrative, financiare dhe çfarë do lloji qofshin ato për kompani të cilat një shtet i ka, dhe Maqedonia po ashtu në aspektin general është kampion. Kemi pagat më të shtrenjta me kontribute më të larta, kemi kosto operative shumë të larta në aspektin energjetik. Po ashtu të dhënat tani u publikuan përsëri. Këtë e kemi thënë që e themi që 5 vite, po tani u publikuan edhe nga institucione relevante që e kemi energjinë elektrike më të shtrenjtën. Kur të gjitha këto grumbullohen, kompanitë tona janë një konkurruese. Si mundemi ne t'i bindim qytetarët, punëtorët tonë që të qëndrojnë këtu, kur një Evropë e hapur ju jep kushte më të mira. Andaj, për ta sublimuar gjithë këtë që e thash, mendojmë që, jo vetëm që mendojmë, po jemi të bindur që ministra e ka gabuar aty dhe i ka argumentet për shkak se ja kemi dorëzuar personalisht, mirë po është ajo droja që ndoshta nga buxheti i mangët të cilin ata e kanë gjetur, ndoshta e kanë trashëguar nga pushteti paraprak, mendojnë që mos do të kenë ndonjë. Po thanë se qeveritë e kaluara kanë harxuar shumë për atë arsye dhe nuk ka shumë mjete për manovruar lidhje me rritjen e pagës. Është i gabuar koncepti që ne do të shpenzojmë si institucione sa dojmë në mënyrë të pa përgjeshme dhe të pa ndërgjeshme, ndoshta duke e ditur se kemi një biznes që kur të i teket qeverisë, do t'i vendosim taksa dhe penalizimet të ndryshme, e dini rastin me tatimin solidar, e kështu me radhë i cili i ra. Pra, ne nuk mund të kemi një qasje, t'i trajtojmë bizneset si sklever, duke e di që ata janë thelbi dhe shtylla kryesore e shoqërisë tonë. Vetëm një ndërhyrje të vogël për çështjen e ministreshë. Nuk e ka seftë të bëj kështu deklarata dhe ndonjëherë të janë edhe lapsus deklarata. Do të thonë, këtu nuk flitet për para të cilat do të përfundojnë si shpenzime ose marrje nga tatimet dhe shkojnë në buxhet mandej përdoren. Këto janë para të cilat janë të dedikuara. Do thonë, kontributet janë para të cilat shkojnë direkt në vendet të cilat janë të dedikuara. Do thonë, për fondin pensional, për fondin e shtetësisë dhe për fondin e punësimit. Do thonë, këtu nuk ka para të cilat do të shkojnë për tatime. Mandej atë që thotë durimi. Do thonë, në atë aspektin proporcional, tatimi personal e tjere, ato pastaj grumbullohen dhe dorëzohen në buxhetin e shtetit dhe përdoren për shpenzimet e qeverisë. Këtu, do të thonë, ose diçka ka ngatruar ose nuk e ka pas të qartë. Do thonë, këta nuk flasin ose nëse në përgjithësi ata janë kundër rritjes pagës minimale dhe tash shohin se këtu nuk flitet për zvoglimin me ligj, për zvoglimin e tatimit personal. Bëhet, do të thonë, në mënyrë proporcionale, jo zvoglim të kontributeve. Ngrirje. Por të paguhen kontributet në atë që ashtu si janë të paguar. Do të thonë, nëse është për 1000 euro, nëse merr dikush 1000 euro pagesa, paguhen 500 euro kontribute. Dhe nëse këti rritet 1400 euro, përsëri 500 euro do të paguhen kontribute. Dhe këto do dërgohen përsëri atje. Kjo është një farë filozofie tjetër e funksionimit. Në pjesët e rajonit tonë, tash Kosova e përmendit durimi, ato do të fillojnë të zbatojnë pjesën e kontributeve, edhe në shëndetësi, edhe në pensë, pa tjetër e kanë të bëjnë, sepse nuk mund të gjeneron në këtë mënyrë, dhe pas të do të shofim ato si do të është. Por ama, fqiu verior tjetri, Serbia këtë mënyrë ka ditë mirë të bëjë, dhe për atë kemi edhe investimet huaja të mira në Republikën e Serbisë. Më thonë, sepse kontribute, shimni ta shka ndodhë të ne. Për arsye se të këto kontribute kemi edhe humbje, disa nga këto të zonat ekonomike, disa edhe të rriqen, edhe përse nuk kemi ne kontributet e atyre. Por ama, politikat shtetërore, politikat makroekonomike duhet bazohen në këtë gjë. Ne flasin, këto njerëzit flasin dhe duhet të bisedohet. Kush sa do të mund të bëhet. Edhe njëre thamë, ta përmendi. Të kontributet dorëzohen në për vendet ku duhet të dorëzohen si kontributet. Po në buxhetin e shtetit, por janë të dedikuara si mjete, jo pjesa e tatimit. Këtu ndoshta është ai lapsuzi, po jemi mësuar ti dëgjojmë të gjëra nga ministreshi. Në rregull, para se dalim tek pjesa e çmimeve, cili është vlerësimi juaj? Për arsye se shumë punëtorë presin që paga e tyre të rritet. Nëse nuk gaboj me numra, Drejtoria të Ardhurave Publike thotë që diku janë 35.000
persona në vend të cilët marrin pagë minimale ose deri në atë pagën minimale. Do të kemi rritje 1.800 denar apo do të kemi rritje 8.000 denar, cili është vlerësimi juaj? Jo, ajo rritja 1.800 denar do duhet patjetër bëhet, se është ligjërisht, po e garantuar se do të bëhet. 8.000 denar rritje sipas. Shife, unë për bindjet e mia kisha dashur që vetë ekonomia të gjeneroj paga më të mëdha. Me bindjet e mia po flas. Por nga pjesa faktike do duhet patjetër të bisedohet dhe tulet në bisedime dhe kjo të shoshitet mirë këto propozime. Nuk them se propozimi i odave ekonomike është më i miri. Mirë po do duhet bisedohet dhe të dalin me fakte, domethënë të dy palët dhe të shoshitin gjëra dhe të shohim deri ku jemi. Për shembull, unë jam i thari tatimeve për shembull. Pse mos ketë tatime progresive? Sa më shumë rroga të rritet këtë tatime progresive. Nuk e tham këtë nga ajo pjesa sociale, po e tham nga ajo se të gjithë vendet evropiane këtë e përdorin. Te ne është kjo e dhënë që përmendje edhe durimi, të mbushet buxheti i shtetit me TVSH-n është një tregues se sa i varfër është shteti, në disa pikpamje. Hajde bisedohet për disa gjëra të cilat mund të lëvizet nga kjo pika zero ku jemi. Po do të ketë rritjet edhe të pensioneve, do të ketë rritje edhe të minimale edhe të rrogave, po pse nuk kemi një vlerë shtuese më tutje të bëjmë një farë konkurentshmëri atë që e përmendim me tregje tjera, se shive ne nuk bëjmë konkurrencë vetëm me shitjet produkteve, por edhe me mbajtjen e resurseve brenda vendit tonë. A një ndër resurset janë edhe potenciali njerëzor. Ti nëse nuk din ta shfrytëzosh potencialin njerëzor që të kesh vlerë konkurrues, numri i punëtorëve të cilët janë larguar është shumë i lartë. Për vlerë konkurrentshmëri ndaj tregjeve tjera, sepse ne jetojmë me një botë ku patjetër kjo ekonomia e lirë duhet qarkullojë dhe duhet funksionojë. Ose kjo arkaikja e fundit që ndodh me protekcionizmin amerikan, po kjo nuk do të zgjasë shumë. Patjetër që lëvizja e mallrave dhe njerëzve të jetë e lirë. Dhe për këtë e themi ne, ti duhet të jesh si treg i konkurrues, por këtë nuk mund ta bëjnë kompanitë nëse nuk kanë përkrahje nga politikat makroekonomike. Ne kishim deklaratën e kryeministit i cili tha se gjithçka që do të merren vesh thonë se sindikata do të respektohet nga ana e qeverisë. Në një farë forme i le ata që të mirën vesh, ne dim se të dy palët kanë qëndrime të kundërta njëra me tjetrën. Për atë gazment ekziston një arbitër i cili quhet qeveri. Unë çdo herë tham deklarata. Dhe ky arbitër duhet t'i ulë të dy palët dhe të dy palët duhet të lëshojnë. Në kompromis do duhet të dy palët. Për momentin shohim se nuk ka gjuhë të përbashkët. Po nuk munden të kenë dy palët protagonist, me pikpamje të kundërta njëra me tjetrën, të mirën vesh, nëse nuk ka një njeri brenda që e faciliton këtë gjë. Këtë rast është qeveria. E tash, të dy palët lidhen me qeverinë dhe me fondet e qeverisë. Edhe ajo pala e arbitrit do duhet të lëshojë diçka, që të mundet të dyja palëve të zbut atë funksionimin e tyre. Në rregull, tani dalim te një temë tjetër e cila ka të bëjë me çmimet. Padyshim që rritja e çmimeve ka ngjallur edhe temën e rritjes së pagës minimale. Nga ana tjetër shohim se qeveria ka marrë disa masa në lidhje me çmimet, njëra ndër to është edhe kufizimi i marzhave në tregtim me pakicë nga 5 deri në 15%, masë e cila do të vlejë deri më 30 prill. Çfarë ndryshon apo çfarë është ndryshe në këtë masë në krahasim me ato të kaluarat sipas jush? Tregova në fillim, unë ndihem shumë komod kur jam në këtë studio, sidomos me juve Gazmend. E dini që nga viti 2020 personalisht unë, për edhe eksponent tjerë të odës ekonomike, kemi dhënë deklarat për ngrirjen e marzhave dhe mendoj që ti personalisht e din qëndrimin tonë, për shkak se dikun 20-30 herë ndoshta e kemi thënë. Koncepti i ngrirjes së marzhave është i gabuar. Edhe kjo është që thuhet në gjuhën angleze bottom line, pra fundi. Këtu nuk duhet kemi dilema. Çfarë është problemi? Problemi është se institucionet, atë që e thash edhe në një studio javën e kaluar, që institucionet duhet të dalin në terren dhe të kryejnë obligimin e tyre. Nuk mundet politikat ditore, politikat makroekonomike të bazohen mbi spekulime. Del një organizat e caktuar, pa përmend emra, dhe thotë që gjoja tregtarët po i rrisin çmimet, ndërkaq nuk ka të bëra, askush nuk ka bënë një analizë të mirëfillt që ta konstatojë të njëjtën.
Edhe këtë e thash edhe në studion e një televizioni javën e kaluar dhe pikërisht ashtu ndodhi. E pam që institucionet edhe kur dolën në teren konstatuan që ka individ të caktuar. Nuk mund ta akuzojmë gjithë ekonominë, gjithë tregun, ku janë dikun se... Po e pam edhe Komisioni për Mbrojtje të Konkurrencës... Pikërisht, Komisioni për Mbrojtje të Konkurrencës është institucioni... 3-4 marketet cilat kanë keq përdor. Edhe unë këtë e them me plot përgjegjësi dhe e di se çfarë jam duke folë, për institucionin për Mbrojtje të Konkurrencës në Macedoninë e Veriut nuk ka fol asnjëherë më parë përveç odës ekonomike, askush, madje ne e kemi aktualizuar. Ka qenë paradoksale se shumë njerëz dhe shumë institucione, ndoshta edhe gazetar, kanë pasur që nuk e dinë që ekziston një gjë e tillë. Ajo ka qenë inefektive plotësisht, pra nuk e ka luajtur rolin dhe mendoj që ende vazhdon duke mos e luajtur rolin e saj. Tani shohim që ka marrë disa iniciativa dhe ka gjetur 2 kartele që siç po thon. Unë e përkrah këtë qasje, pra. Nëse ka raste individuale, institucionet le të dalin në teren le të identifikojnë dhe le të marrin masën dëshkuese, po çfarë do qofshin ato të parapara në kornizën ligjore që ka të bëjë me këtë problematikë. Pra neve nuk kërkojmë që të penalizohen që të gjitha në mënyrë kolektive, për shkak se ngrirja e marzhave është një penalizim kolektiv. Ne nuk mund të themi që nëse një kompani ka bërë shkelje dhe keq përdorim të pozitës në treg, e ka bërë edhe tjetra. Dhe kështu penalizohen që të gjitha. E dyta, e dini që eksporti në Maqedoninë e Veriut është dikon 11 miliardë euro. Nga ato 11 miliardë euro, po ashtu e dini që dikon 7 miliardë euro vinë nga zonat zhvillimore, industriale, teknologjike, pra nga kompanitë e huaja të cilat prodhojnë në Maqedoninë e Veriut dhe i marrin i eksportojnë në shtetin e tyre anë dhe në shtetet tjera me të cilat ata kanë të lidhura partneritete. Ndërkaq një vlerë shumë e vogël, dikon prej 4 miliardë euro janë produkte të cilat gjoja në statistika konsiderohen produkte vendore, që statistika dhe analizat tona të odës tregojnë që pashtu nuk janë tonat, për shkak se kemi një normë të lartë të reeksportit. Pra, importohen të themi nga Turqia, sjellen në Maqedoninë e Veriut dhe nga Maqedonia e Veriut pashtu ato produkte të huaja reeksportohen në shtetet e regionit. Ndërsa ata ne regjistrohet si eksport. Për shkak se eksporti në kornizën ligjore llogaritet çdo faturë e dalur jashtë dhe e paguar. Dhe kaq është puna këtu. Edhe kjo tregon që ngrirja e marzhave nuk do të ndihmon në rast se ne nuk e ndihmojmë nga poshtë prodhuesin vendor. E para, në rast se ne nuk nxisim dhe nuk gjenerojmë prodhues të ri. Kjo është pikpamja e parë. Pika e dytë ku mendoj që ngrirja e marzhave është e gabimt, është vetë fakti që 5 vitet e fundit ngrihen çdo 3 mujor ngrihen marzhat, efekti është zero. Mos të them negativ. Çmimet janë rritur apo. Dhe këtu duhet ta rishqyrtojmë konceptin për mbrojtje konceptin për mbrojtje të produkteve vendore. Ne e dimë që produkte vendore nuk kemi shumë dhe me qëllim që të stimulojmë ato, ne nuk duhet të rrisim tarifat doganore për produktet e njëjta të cilat mund të importojmë. Në rast se ekonomia jon mund t'i ngjejë nga jashtë më lirë nga që prodhohen këtu, pse mos i marrim më lirë nga jashtë? Shteti çfarë duhet bëj këtu? Jo të rrisë tarifat doganore për ato produkte, por të jep subvencione atij prodhuesit dhe kështu ta bëj kompaninë tonë vendore të konkurrueshme. Në rast se produktet të caktuara nuk duhet përmend emra këtu, por në rast se produktet të caktuara nuk mund t'i prodhojmë ne me çmim të lirë, ne duhet ta ndrojmë strategjinë si shtet. Ekonomia është diçka që është variabile dhe ndryshon nga koha në kohë. Nëse nuk kemi efektivitet në një pikë të caktuar, mendoj që duhet ta ndrojmë dhe të shohim alternativa tjera të cilat janë të mundshme. E dini që do e marr vetëm si shembull, e dini që importi i miellit nga Shtetet e Bashkimit Evropian ka tarifë doganore prej 60%. Ndërkaq si element bazik, pra si produkt bazik i konsumit të gjerë, shteti gjoja se bën populizëm, gjoja se po i ndihmon popullit, ju ul TVSH në 10%. Po kujt ja tregoni këto? Uleni doganën. Pse me Republikën e Serbisë është 0 dogana, ndërkaq me shtetet tjera është nga 40% e përpjet. Pra kjo tregon një farë anshmërie e cila nuk është lojale në treg. Dhe kjo dëmton edhe biznesin vendor, edhe qytetarin. Andaj unë këtë e them për hir që ndoshta për qytetarët të cilët nuk e dinë dhe na ndjekin në këtë emision, që e tha Abili, shteti është aparati shtetëror është ai i cili rregullon gjithçka. Edhe pastaj me ato rregulla të cilat ai vendos, u mundson qytetarëve të kenë jetë më të mirë, të kenë produkte më të lira, jetë më cilësore, paga më të larta, ndërkaq në anën tjetër
bizneset të jenë më të lira për të vepru, edhe kështu pastaj do të ketë ndikim pozitiv në uljen e çmimeve. Në të kundërtën me ngrirjen e marzhave jemi duke e parë që nuk është duke sjellë ndonjë efekt. Profesor, nga mosat e kaluara, si shporta e vjeshtës, shporta e vitit të ri ku kishim kufizim të marzhave, pam që efekti ishte afat shkurtër. Pas mbarimit të këtyre masave, shihnim që çmimet shënonin rritje. Do të jetë më ndryshe tani diçka apo? Jo, nëse më keni ndjekur prej kur filluan ta përdorin për kufizimin e marzhave edhe për kufizimin e çmimeve, unë kam qenë çdo herë kundër kësaj. Jo që nuk i zvogluan çmimet edhe kur ishte për kufizimin e marzhave, por edhe dëmtuan tregun për arsye se bën mungesa të shumë produkteve të cilat duhesh të jenë në vendin tonë. Domethënë e humbën atë konkurrencëshmërinë. Tash përsëri do të kthehem aty pse nuk mirën disa politika strategjike që i përmendi edhe Durimi shumë mirë, të cilat do të arrisin prodhimin vendor, po në të njëjtën kohë prodhimin vendor do ta bëjnë të konkurrueshëm jashtë. Është ajo të cilën dhe lidhen 80% të madhrave të cilët i bim nga jashtë i marrim si repromateriale. Dhe të gjithë këto repromateriale quhen si produkte të cilat ne i bëjmë, i reinvestojmë. Paramendoni, ne nuk as repromaterialet bazike ne nuk i prodhojmë. Të njëjtën që e tha, edhe për çështjen e miellit, edhe për disa tjera gjëra. Domethënë, pse nuk mundemi për shembull me çështjen e subvencioneve të jemi pak më ndryshe. Domethënë, të shkojmë në aspektin e rezultatit dhe jo në aspektin e politikës. Të mundemi këto parat të cilët janë të buxhetit të shpërndahen ose të vendohen në prodhimet vendore. Regulativa është shumë e rëndësishme. Paramendoni, nëse ne flasim për produktet bujqësore, nuk po flas për produkte tjera, vetëm për produktet bujqësore. Afër 55% e tokës në Republikën e Maqedonisë është tokë e cila mund të përpunohet ose të prodhohet, mirë po, afër 45% e tokës është shumë e vogël, 1.5 hektar për person, më e madhja. Ajo do duhet patjetër nëse ti merr fonde dhe duhet të punosh, do të jesh konkurrues në treg, do duhet të fillosh të grumbullosh tokë dhe të mund të punohet ajo tokë në mandatën. Kemi shumë subvencione në këtë drejtim, por nuk po japin efekt. Për atë jam të duke thënë, për këtë subvencion, në bazë të rezultatit, paramendoni 10 bujk të munden të bashkohen dhe të mund të përpunojnë tokën dhe mandej subvencionet marrin në bazë të rezultateve të cilat i fitojnë. A kuptoni, në mënyrë proporcionale, njëri ka 1 hektar, tjetri 1.5, tjetri 2, dhe në bazë të proporcionet mund t'i dajnë edhe subvencionet, po gjithashtu edhe fitimin, ose atë të cilën sepse kështu është ajo bujqësia moderne, këtë e kërkon. Edhe ti paramendoni tash, ne vim në një situatë kur Maqedonia, në mënyrë më primitive të bujqësisë, ka mund të bëj eksport të madhrave të bujqësisë, dhe tash kur kemi një bujqësi cila mund të quhet edhe moderne, apo me teknologjia moderne, vendi jonë është i fundit në rajon. Me këtë tokë 55% të cilën ne mund të mbjellim. Dhe tragjedia më e madhe që është se në tokën e kategorisë parë, të ne subvencionohen panele diellore për energji elektrike. Dhe kjo është ma skandal më i madh të cilën ndodhen te ne. Paramendoni, nëse nuk ke një politikë të qartë, të cilën ti prodhimin vendor do të fillosh ta forcosh, atëherë për kufizimin e çmimeve do ta bënje më mirë. Sepse e din se çka prodhon vendin tënd. Kështu ti nuk e din. Shime, tash ne ju kemi hyrë, mund të them kështu në hak, vetëm supermarketeve ose prodhuesve të tregtarëve me pakicë. Dhe në atë zinxhirin e furnizimit ekzistojnë edhe disa aktorë të tjerë. A më kuptoni? Po. Aktorë të cilët bëjnë edhe disa edhe profite marramendse në këtë zinxhirin e furnizimit. Dhe këtu e kemi probleme. E dyta, nëse po kishte qenë ekonomia e varur vetëm prej këtyre supermarketeve, do të ishte jashtëzakonisht shumë mirë. Po ne varem edhe nga disa gjëra, disa politika tjera jo korrekte, të cilat i bëjnë edhe të tjera kompani në lëmi të ndryshme të ekonomisë, dhe këtu te ne kjo grumbullohet dhe mandej kemi ekonomi kështu si kemi. Nuk mund të gjenerojmë rritje ekonomike në këtë moment kështu sikur jemi.
Dhe nuk mund të gjenerohet rritje ekonomike me Shohim edhe politika dhënat bankës botërore ku jemi të fundit në rajon se përket rritjes Unë ekonomike. Bankën Botërore kështu e analizoj 5 vitet e fundit raportet të cilët i bie Banka Botërore dhe i vetmi shtet të cilët kemi scenario të zeza i kemi. Bile në një rast 2023 kishim edhe një falli bankrot të shtetit na parashikonin. Do thonë edhe shqyqyr që nuk dodhin, por ama do thonë jemi me një situatë të cilën dikush ju referon, ju jep të dhëna dhe ju për çdo moment e bëni të kundërtën. Ja kemi edhe ato sugjerojmë bile rritjen edhe tatimit të vlerës shtuese të TVSH-s. Do thonë edhe ne nuk kemi asnjë farë lloj përgjigje. Si do ta zaventësojmë? Ose rritjen e shkallës së pensionit. Rritjen e shkallës së pensionit, a kemi 33%, për ative 13% të papunësishmërisë, afër 33 deri në 35% janë popullat vitale e re, cili është pa punë. Kuptoni? Kjo është mandej është ajo që e thash Abil nëse paradoksale janë këto gjëra. Kërkoj ndjes që po ndërhyj. Kjo është ajo që e thash edhe në fillim të emisionit. Duhet të mësohemi që të krijojmë persona, menaxher të institucioneve publike që janë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm. Për shkak se këto iniciativa për rritje të TVSH-s e kështu me radhë, këto nuk flasin gjë post se kemi gropa të thella në buxhetin shtetëror. E dini që ka kompani publike, pra kompani shtetërore në vendin tonë, ndërmarrje publike të cilat punojnë me humbje? Jo që nuk gjenerojnë, po e kemi një kompani përsëri s'do e përmendi me emër, por me dekada është në humbje. Vetëm në kvartalin e parë të vitit 2024 ka gjeneruar humbje prej 39 milion euro. Pra janar-mars 39 milion euro. Pra koncepti i krijimit të ndërmarrjeve publike është që ata të sjellin vlerë të shtuar dhe të mbushin arkën shtetërore. E jo për të shërbyer si mekanizëm, si një derë ku partitë politike të cilat vinë në pushtet të punsojnë njerëz aty, të ngarkojnë buxhetin, ndërkaq kur biznesi thotë kemi nevojë për këtë, shteti thotë s'ka mjete buxhetore. Po pse atëherë biznesi ti mbuloj gropat buxhetore kur ju i shkaktoni? Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore që nga viti 2021 në platformën e saj të zgjedhjeve të asaj kohe, po e kemi përsëritur edhe në të njëjtën, kemi kërkuar që të implementohet parimi i llogaridhënies së menaxherëve të kompanive publike. Nuk mund ne t'i shpërblejmë persona të cilët gjenerojnë humbje vazhdimisht dhe përsëri nga drejtoria, kemi pasur këtë rast. Po, kemi pasur rritjet, nga drejtori i një kompanie, një ndërmarrje publike është bë ministër, pastaj nga ministër kemi pasur rastin edhe më lart se ministër, pra kemi pasur edhe kryeministër. Kjo është një paradoks i cili ndodh vetëm te ne, pra mos suksesi të shpërblehet. Në anën tjetër kemi raste që e di që do ndërlidheni me tatimin solidar, kemi raste që kam disa pyetje edhe me tatimin. Kompanitë e suksesshme, tani pse kanë pasur sukses, hajde t'i penalizojmë. Po mendoj që jemi shteti vetëm i cili destimulon ekonominë. Të dhënat zyrtare tregojnë që Maqedonia e Veriut, këtu po e përfshi edhe Kosovën, që është si shtet më i ri se ne, është shteti me normë më të lartë për kokë banorit të mbylljes së kompanive në nivel vjetor. Është shteti i cili statistikat të cilit thonë që 80% të kompanive nuk e mbijetojnë 3 vjetorin e parë. Hapet kompania 1 vjet, 2 të vitin e tretë e vendos çelësin dhe e mbyll. 95% të kompanive nuk e festojnë 10 vjetorin. A e dini çka është kjo? Kjo është tmerr. Kjo tregon për kushtet të cilat biznesi dhe të rinjt tanë kanë probleme të ndryshme në terren. E potencuar më herët informaliteti. Është ai trekëndshi infamoz. Unë në biseda jo formale e quaj si trekëndshi Bermudes, ku e dim që kemi korrupsion të lartë në shtet, kemi informalitet të lartë dhe këto dyja çfarë sjellin konkurrencë lojale. Konkurenca lojale është një problem shumë serioz, i cili duhet të luftohet. Një i ri dhe një i re nuk mund të hap biznesin e saj për shkak se ka një konkurrencë lojale që vjen nga bizneset tjetër, po nga sistemi jo funksional. Kur them jo funksional e themi në suazat asoj se çfarë do duhet të ishte, për shkak se është shumë funksional për disa. Mirë, po për të rinj dhe për qytetarët nuk është. Edhe kjo tregon që ne duhet të kemi institucione të mirëfillta, të punsohen profesionistë. Administrata, unë e di që është trup votues, 135.000 punonës në administratën shtetërore është numër
paksa i lartë, duke pas parasysh që e dini në vitin 2024 kishim mungesë të pasaportave. Pra, çfarë efikasiteti kemi të institucioneve ne? Çfarë efikasiteti kemi të trupave kontrollues dhe inspektues të shtetit? Kemi inspektoriatin e tregut, kemi policinë financiare, kemi komisionin për mbrojtje të konkurrencës. Pse nuk kemi raporte të publikuara online të tyre të themi që ky inspektoriat ka bërë këtë, tregu është duke ecë mirë në këtë pikpamje, po këtu kemi ngecja, po këtu kemi dënuar. Në vitin 2019, kur ishim me një projekt të gjitha odat e involvuara, arritëm që disa nene të ligjeve të caktuara sa i përket tregut dhe inspektoriatit të tregut atij financiar, të bëjmë ndryshime që inspektoriatit të mos i dënoj bizneset, por në takimet e para të cilat apo në auditimet e para të cilat i realizon, të jep vetëm këshilla dhe të jep paralajmërime. Dhe kjo ka dhënë një efekt pozitiv për shkak se vlerësonim në atë kohë që biznesi nuk i beson institucioneve. Edhe kjo është një problem tjetër. Pra nëse qytetari dhe biznesi nuk i beson shtetit dhe institucioneve, mendoj që kjo tregon shumë çka, pa thënë asgjë, i tregon gjithçka. Mirë po, është me rëndësi të kemi parasysh që e përmendi Abili konkurreshmërinë, neve jemi të mvarur nga importi. Importi, për fat keq, nuk është vlerë e shtuar, por është vlerë negative për llogaritjen e zhvillimit ekonomik. Dhe duhet të shohim se çfarë modele aplikojnë shtetet për rreth. Nuk duhet të zbulojmë ujin e ngrohtë, por duhet të shohim se çfarë modele me efekt pozitiv kanë aplikuar shtetet për rreth. Për shembull, neve, unë këtë e them çdo herë, nëse zgjata kërkojnë ndjesë, pse duhet gjithçka të rregullohet me ligj? Nuk ka ligj për zhvillim të barabartë rajonal në Sloveni. Po Ljubljana i ka vetëm 300.000 banor. Edhe çdo qytet ka banor plot, ka kompani solide, efektive dhe institucione të cilat kanë punë. Pse në Maqedoninë e Veriut ndodhe kundërta? Gjithçka është në Shkup, në regionin e Shkupit. Kemi ligj për zhvillimin e barabartë rajonal, i cili parashet që 1% e GDP-s mjetet të jepet të zonave më pak të zhvilluar. Po kjo nuk ndodh as pak. Nuk zbatohet. U potencua më herët strategjinë të cilën neve, kur u sot strategjia zhvillimore afatgjate e vendit, neve kemi qenë iniciator të parë nga viti 2006. Dhe më në fund pas dikon, nëse s'gaboj, 15 viteve u arrit diçka e tillë. Është një sukses i vonuar, por që është sukses. Do e marr si shembull Shqipërinë në këtë pikpamje. Pra, neve duhet të kemi një strategji afatgjate pavarësisht se kush vjen në pushtet, duhet ndoshta çasjen ta ndroj, po vizioni të jetë i njëjtë. E kemi Shqipërinë. Të themi se Shqipëria ka relief dhe gjeografi të atill që i mundson turizëm, do e anashkalojmë turizmin, por 28% të eksportit Shqipëria ka nga produktet bujqësore. Pse të mos mundim edhe ne ta bëjmë? Kur kemi rajonin e Pollogut, kemi Pellagoninë, të cilat kanë qenë në kohën e Jugosllavisë të njohura për produktet bujqësore, ndërkaq tani regioni i Pollogut është për kok banori regioni me më shumti metra katror të tokës së papunuar. Pra kjo tregon për një mos pasje të një strategjie të mirëfillt se ku duhet të jemi dhe çfarë duhet të bëjmë me qëllim që të jemi në hap me shtetet më të zhvilluara në rajon. Dhe e dimi që narrativi politik në Maqedoninë e Veriut është se gjoja në vitin 2030 do jemi antar e Bashkimit Evropian, por me këtë strukturë ekonomike, unë mendoj që jam i bindur që do të kemi beneficione të shumta. Mirë po do të bëhemi vetëm një derë e hapur apo dorë e zgjatur për shtetet në zhvillim që të vinë edhe më tej të i zanë pozicionet e kompanive tona të cilat i kanë në vend. Nuk flitet që kompanitë tona të pushtojnë tregjet e huaja, se kjo nuk vjen parasysh me këtë kapacitete dhe me këtë qasje institucionale të shtetit. Mirë po, është rreziku që ata pastaj të vinë edhe të na i marrin pozicionet të cilat vetë i kemi krijuar, e që për fat të ketë shteti duhet të reflektojë dhe të jep kushte më të mira për biznesin. Profesor, pak më herët e përmendi edhe Ballkanin e hapur, lëvizjen e fuqisë punëtore, zoti Zeqiri. Një publikim i fundit i endit shtetëror të statistikave tregon se në kvartalin e 4 janë regjistruar diku rreth 9500 vende të lira të punës, më së tepërmi kërkon punëtor në sektorin e turizmit, më duket, nëse nuk gaboj, edhe në ndërtimtarinë dhe në industrinë e përpunimit. Sipas jush, ku do të zgjidhet ky problem apo si do të arrijnë kompanitë që gjejnë fuqi punëtore?
Për momentin kemi një situatë në të cilën do duhet patjetër të kemi një plan pak më të madh dhe më strategjik, edhe pse kemi të njohur ne me krijimin e strategjive, kemi strategjinë e fundit që e kanë publikuar dhe kanë punuar në strategji dhe me të vërtetë nuk ka ndonjë qasje se cilin sektor ne do duhet ta zhvillojmë. Gabimi o këtu, Gazmen, domethënë ne do duhet të fokusohemi në disa sektorë të cilët ne mund të tregojmë se jemi konkurrent në treg. Dhe pastaj na dalin probleme të tilla, për shembull, na duhen ekspertë të energjetikës, të fushës së energjetikës dhe ti nëse i grumbullon të gjithë shkollat e mesme, të cilat japin kuadro të profilit energjetik dhe mandej universitetet ose fakultetet, do të shohësh se përsëri nuk do të gjesh njerëz në vendin tonë. Ose nëse ti e kontrollon këtë pjesën e turizmit, nëse në mënyrë specifike kërkon njerëz me arsimim të qartë, nuk do të gjesh. E para punë kjo bëhet kështu. Domethënë nëse kishte mund të bëhet një strategji, e para do duhet të fokusohemi në disa sektor, në 1, 2 deri në 3 sektor, ku ne mund të përgatitemi për të qenë konkurrent, prej të prodhimi, prej të bujqësia, ne nuk folëm hiç për blegtorin, cila ka qenë një deg jashtëzakonisht e zhvilluar këtu te ne, pemtaria etj. Kjo është një pjesë të cilën do të kualifikosh dhe të specializosh njerëz për këto drejtime. Mandej e dyta, në këto drejtime tjera, ka edhe mësime jo formale, të cilat do duhet t'i japësh, trajnime të cilat bëhen, trajnime të kompanive. Besoni, te ne edhe trajnimet kompanit të cilat do duhet të bëjnë, trajnimin e potencialit njerëzor që kanë brenda kompanisë, nuk mundet ti marrin këto shërbime për arsye se edhe kjo u kalkulohet në transaksionet e tyre. Domethënë do duhesh të jetë ndryshe për shembull. Trajnimet të kenë një farë subvencione, mos paguajnë tatime etj. Të mund të bijnë njerëz të cilët do duhet ti zhvillojnë potencialin njerëzor që është brenda. Të mund të bëhet efikasiteti i kompanive sa mund ato të prodhojnë. Domethënë, shihni, ne e përmendëm pares këto kompanitë që cilat merren me tregtim me pakicë. Ne kemi 8 kompani të cilat merren me supermarketet, kështu konkretisht themi, dhe përsëri ne kemi diktim të çmimeve dhe kemi, domethënë kjo është pjesa e fundit bashkim kartel bashkimit të disa kompanive. Dhe kur i shef shtetet përreth, sikur Serbia dhe Kroacia, janë 3 më të fuqishëm ose 2 dhe përsëri frikën dhe kanë konkurrencëshmëri të madhe në produktet e tyre. Sepse kanë produkte vendore. Në momentin që ti ke produkte vendore, ti mund të diktojsh çmim. Sepse e kem brenda, e kontrollon brenda, atë që e tha dhe durimi. Importin nuk e kontrollon. Mirë po, brenda ata që zhvillohet në shtetin tanë mund ta kontrollosh dhe më politika më të mira mund të bish. Edhe kjo e njëjta vlen edhe për situatën e potencialit njerëzor. Tash gabim i madh do të ishte që të gjithë atë potencialin, investimet të cilët i kemi në arsim, t'i drejtojmë më njëherë në këto fusha dhe përsi do të kemi mungesë mandej në sektorët tjerë. Zoti Zeqiri, ju si keni bërë edhe një analizë ku tregu të nevojitet diku rreth 25.000 punëtor, disa herë keni kërkuar edhe rritje të kotës për import të fuqisë punëtore nga jashtë. Ka ndonjë përparim në këtë segment? A kanë realisht probleme kompanitë me fuqinë punëtore në këtë moment? Problemet sa i përket fuqisë punëtore, Maqedonia e Veriut si sektor shumë të fuqishëm e ka sektorin e ndërtimtarisë. Vetëm në vitin 2020-2021 ka pasur projekte diku prej 2 miliard euro vetëm në Shkup që të realizohen, për shkaqe shumë administrative dhe teknike, nuk realizohen, por edhe njëra prej shkaqeve e cila paraqitete problem për kompanitë ishte edhe mungesa e fuqisë punëtore. Tani çfarë bëjmë ne? Ne i rrisim kotat. Ishte kërkesa jona që nga 6.000 të rritet në 10.000, ata e bën 9.000 e pastaj hypi në 15.000. Po çfarë bëjmë? Ne i rrisim kotat dhe marrim në vend se të fuqia punëtore importuar të shfrytëzohet për kompanitë vendore, ne u japim punonësit kompanive të huaja të cilat operojnë këtu. Sikur që të ishin kompanitë e huaja diçka që kanë ndonjë ekspertizë të cilën Maqedonia e Veriut nuk e ka askund, atë do të ishim dakord, mirë po u jepin kompanive të cilat e bëjnë punën e njëjtë siç e bëjnë kompanitë tona, të themi kushtimisht, fuqia punëtore nga jashtë të cila importohet u jepet kompanive të huaja të ndërtimit këtu. Po dhe ne kemi ndërtimtar tonë, pse të mos ndihmojnë kompanitë vendore. Kjo është një problem.
Problemi tjetër është se kemi qenë koshient kur e kemi kërkuar hapjen e dyre për import të fuqisë punëtore, se kjo masë është ad hoc dhe është shumë e përkohshme. Kjo nuk e zgjidh problemin në plan afat mesëm ose afat gjatë, mirë po me qëllim që të mund të realizohen projektet aktuale, me qëllim që të kemi një shtytje të ekonomisë më të shpejt dhe me qëllim që pastaj edhe kompanitë të kenë levërdim më tepër që të investojnë, për shkak se e dini që pa fuqi punëtore, sidomos në veprimtari të cilat janë të rënda, për shembull kemi industrinë e rëndë, kemi i përmendur ju më herët, kemi ndërtimtarin, turizmin, të gjitha këto, pa njerëz këto shërbime, këto sektor nuk funksionojnë. Dhe kërkesa jonë ka qenë që ky numër të rritet sa më tepër, mirë po tani informacionet nga tereni na tregojnë që Agjencioni për Siguri Kombëtare është duke mos i nënshkruar pëlqimet për importin e tyre dhe është duke bërë vonesa. Unë e kuptoj, kjo tregon që shteti jonë duhet të ngrit kapacitetet në kontrollimin e hyrjes dhe daljes së njerëzve. Nuk do të thotë që të hapen kufit dhe të vinë njerëzit dhe të shkojnë kur të duan, mirë po duhet të tregojmë që si shtet kemi potencial për të mbajtur shtetin së pari, pastaj edhe për të treguar kapacitete institucionale. Dhe di pse vjen kjo, mirë po përsëri është duke bërë problem. Neve sa i përket zvogëlimit të këtij hendeku të madh mes kërkesës dhe ofertës, i kemi dy kërkesa. Kërkesa e parë është harmonizimi i procedurave kufitare, doganore, çfarë do të qofshin ato, mes shteteve të fqinje me të cilat kemi raporte të mira ndërshtetërore, me qëllim që të mund të shkëmbejnë fuqinë punëtore lirshëm, ashtu siç ishte koncepti i Open Balkan i cili dështoi, diçka të tillë të bëjmë që të mund të importojmë dhe të eksportojmë fuqi punëtore sipas nevojës. Kjo është e para. Dhe e dyta, më tepër ka të bëjë me ndoshta është kërkon një aktivitet më të ndërlikuar të këtij procesi, ajo ka të bëjë me riformatimin e sistemit arsimor. E potencoj i nderuari Abili që neve kemi shkollat të mesme, po kur vije koha që të korim atë produkt të cilin kemi investuar, taksat tona, mundin ton, kur shojmë nuk kemi fuqi adekuate. Andaj kurrikulat arsimore nuk janë vetëm të vetme që duhet të revidohen, i duhet i tërë sistemi me qëllim që të prodhojmë kuadrat të cilat janë të nevojshme për tregun. Në të kundërtën me kuota, me kështu iniciativa të ndryshme, nuk do të zgjidhim problemin flas në plan afat mesëm dhe afat gjatë. Ndoshta në plan afat shkurt japin efekte pozitive, mirë po nëse e shohim nuk kemi eliminuar problemin, vetëm e kemi tejkaluar një shkallë të problemit. Në momentin që ky koncept përfundon, përsëri do të përballemi me plagët e vjetra, kushtimisht thënë. Profesor, në intim për punësim janë paraqitur pa punë diku rreth 100.000 persona, mund të shihet ndonjë alternativë që këta personat të jenë nesër një kuadër potencial për kompanitë e vendit tonë? Po ty ka disa programe të cilat i bëjnë riaftësimin e tyre. Ka pa disa programe sociale të cilat mundeshte ato të riaftësohen dhe të çojnë në kompani. Por a dini ku qëndron problemi? Problemi qëndron në atë të cilën te ne kjo masë, 100.000 është ajo masë e cila është, shumica e asaj është edhe me nivel arsimor jashtëzakonisht shumë të vogël. Dhe ato nuk mund edhe të riaftësohen në disa vende të punës të cilat kërkohen në treg. Nëse do duheshte dikun të jenë në treg, ato do duheshte të kemi një riaftësim të mirë të tyre. Edhe shumica e tyre, një numër i madh i tyre janë ato të cilat ende janë nga tranzicioni, nga periodi i tranzicionit, të cilat më edhe ndoshta edhe koha i ka shty që nuk mund edhe të riaftësohen. Po si do të jetë, do duhet të bëhen programe për riaftësimin e tyre, programe në për kompani, mentorshipet këtë në për kompani, këto të munden ti marrin në kompani të tyre, ti trajnojnë, të munden ti dajnë barën me shtetin edhe kompanit, dhe kështu në një farë mënyre të mundet ta, po, absolutisht të integrohen në treg. Por ama kjo ndoshta kam filluar edhe të dyshoj, ndoshta ne kemi arritur edhe atë masën natyrale të papunësisë, sepse do duhet teoretikisht jetë 5%, ne kemi rritur deri 12%, gjë që tregon shumë një parametër jashtëzakonisht shumë i keq për vendin. Në rregull, përfund kam edhe një pyetje, përmendë pak më herët tatimin solidar. Tani që gjykata kushtetuese ka shfuqizuar të njëjtën,
ka shumë kompani që janë pjesë e Odës që ishin përfshirë me tatimin solidar, kanë filluar kompani që t'i kërkojnë parat e tyre? Oda ekonomike e ka një krenarit është se fundi e potencuat, kemi qenë e para dhe kemi qenë më konstruktive se i përket ankimimit të së njëjtës dhe dini që nga data e sjelljes së këtij ligji neve kemi qenë kategori kundër për shkak se kemi vlerësuar që është kundër kushtetuese, nuk mund të sjellet ndonjë ligj me efekt retroaktiv, pra sot të sjellet ligji për t'u tatimuar para 2 vjeteve se çfarë ka ndodhur. Mendoj që e gjithë kjo çfarë ndodhi u dëshmua me rrëzimin dhe me anulimin e këtij ligji. Por përsëri do duhet të kthehemi te Ministria e Financave këtu. Kemi zëra nga e njëjta eksponente të themi, që thotë se duhet të shqyrtohet çdo mundësi se si do të kthehen këto tatime, do duhet tulemi një nga një të bisedojmë me të gjejmë një farë afatikore dhe çështje e interesit nuk do të ishte. Po këtu nuk ka këtu çfarë? Ashtu si ke marrë, ashtu do duhet kthehen. Kështu është parimi jon. Për shkak se ti jo ke marrë në mënyrë të padrejtë, tani mundohen gjejnë korridore dhe labirinte të ndryshme që ta prolongojnë ku ta diun çfarë. Domethënë kompanitë e Odës kërkojnë që paratë që i kanë dhënë t'ju kthehen, asgjë më tepër? Nuk e di për asgjë më tepër. Unë flas për atë se çfarë kemi ankimuar ne si Odë në bashkëpunim me bizneset tona anëtare, të cilat thonë që kanë qenë e padrejtë dhe kështu doli në fund të jetë e padrejtë dhe mjetet duhet të kthehen. Në rast se ka ndonjë kompani individuale prirje për të kërkuar shtesë për fitimin potencial të humbur, që është kategori juridike ajo, e ka të drejtën e plotë, unë mendoj që gjykata administrative është në dispozicion le të urdhërojnë dhe le të apadisin shtetin, por mendoj që ajo që është me rëndësi është se oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për disa herë me radhë, sidomos këtu, u tregua vizionare dhe është një krenari e jona për shkak se për herë të parë në histori të shtetit të Maqedonisë së Veriut, shteti humb një kontest gjyqësor ndaj palës së dytë apo të tretë, ndaj qytetarit apo biznesit, dhe pikërisht është lënda e odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, e cila ajo ishte më e theksuar për shkak se kemi qenë konstruktiv, kemi pas një çështje strategjike ndaj të njëjtës, ku duhet ta potencoj paguesit më të lartë në atë listë prej disa kompanive ishin biznese shqiptare, anëtare tona. Pra kemi një vendin... Ka ndonjë shumë caktuar dhe sa ka arritur ajo? Në total? Jo në total ose një kompani e vetme. Një kompani e vetme, pra, e cila është anëtare jona, ka paguar 5 milion euro, tatim solidar. Pra duhet për qytetarët sa kenë të qartë. Pas janë paguar të gjitha tatimet, të gjitha obligimet ndaj shtetit. Kjo është problem. Përsëri shteti, pra jo nga neto fitimi, por nga baza tatimore, pra i ka tatimuar me 20%, që i bie diku nga neto fitimi i bie diku 30% parafërsisht, që është një vlerë shumë e madhe, për shkak se shumë kompani kishin investuar vetëm me ato mjete, pastaj u detyruan që të marrin kredi për ta larë këtë. Edhe unë mendoj që shteti këtu e ka bërë gabim dhe nuk e ka pasur parasysh se ndoshta kompanitë atë interes të cilin e kanë paguar për ta larë këtë tatim, ndoshta do ta kërkojnë nga shteti, për shkak se janë dëmtuar në mënyrë të padrejtë, edhe çfarë është efekti multiplikativ negativ në këtë pikë. Ndoshta ato 72 milion të cilat u parapan që të grumbullojnë, sikur të investoheshin, ndoshta nuk do ta kishim këtë hap të shkurt të zhvillimit apo të rritjes ekonomike, kërkoj ndjesë, se zhvillim nuk kemi për fat keq, por kemi rritje e cila matet me GDP. Edhe këtu është dëmi i cili ju është shkaktuar dhe shpresoj që për eksponentët politik, për qeverinë aktuale dhe për qeveritë ardhshme, të kenë kujdes që të mos bëjnë shkelje të kushtetutës në këtë pikë, e potencua më herët edhe ngrirjen e marzhave. Intervenimi i shtetit në tregun e lirë është shkelje kushtetuese, është kundër kushtetuese, për shkak se tregu i lirë është kategori kushtetuese. Si mundet shteti të intervenojë? Shteti rregullon, krijon rregulla dhe e monitoron situatën. Nuk mundet të ndërhyjë të ngriçmit. Andaj tatimi solidar me do e mos duhet të kthehet. Institucionet duhet të jenë parimore dhe të jenë vigjilente, të planifikojnë mjete financiare dhe t'i kthejnë ato mjete tek kompanitë e dëmtuara, për shkak se kështu është kur sjell vendime dhe ligje të cilat janë
nuk janë në përputhshmëri me kushtetutën. Kemi informacione të shumta në këtë pikë, shtetet e zhvilluara të cilat nuk bëjnë gabime të tilla, çdo herë para se të sjellin një ligj, të themi parlamenti para se ta sjellë një ligj, një grup parlamentar duhet ta dorëzoj propozim ligjin në Komisionin e Gjykatës Kushtetuese. Ata të bëjnë vlerësimin se është kundër kushtetues apo jo, dhe nëse ata japin ditën e jeshile, atëherë të shkojnë në parlament. Mi po këtu tani çfarë ndodh? Sjellet ligji, dëmtohet buxheti apo dëmtohet qytetar, pastaj shkon në Gjykatën Kushtetuese dhe kemi të themi kushtimisht ofkëllima nga pushteti aktual, pse kjo është gabim të cilin e ka bërë pushteti para prak, të cilin neve duhet ta paguajmë. Mendoj që duhet të reflektojnë gjeneratët e ardhshme. Profesor shkurt, çfarë do të thotë kjo për buxhetin e shtetit, duke pas parasysh se duhet të kthehen 49 milionë euro, që realisht nuk janë edhe pak. E dini, edhe në fillim e tham, procedura ishte e gabuar. Për arsye se të gjithë bizneset bëjnë planifikimin e punës të tyre në baza kohore të caktuara. Dhe nuk mundet në një mënyrë të caktuar, në një moment të caktuar ti të bish diçka tjetër në një vend, kur nuk ke për shembull reforma në tatime edhe gjëra të tjera, të cilat ke mund ti të rjekësh këto të hollat edhe ndryshe, po ad hoc të bien situata, jo vetëm biznesit, po edhe qytetarëve nëse ju bie kjo, bie në dëm të tyre. Edhe pse situata nuk ishte jashtëzakonshme, domethënë, nuk kishim ndonjë situatë jashtëzakonshme në atë moment. Për buxhetin e shtetit do thotë edhe një rëndim plus. Dhe unë mendoj se këto bizneset, edhe pse thanë, nëse nuk gaboj durim deri me 2029 do t'i kthejnë këto të hollat, nëse ashtu e mendova. Po flitet për 5 vite që... Po kjo është edhe një gabim tjetër, për arsye se të gjithë këto do të kërkojnë edhe të paguhet interesi shtesë, për arsye se këto para do duhet të rikthehen. Unë nuk, do të thonë, këtu e di si duhet, këto do duhesh të ulen dhe të gjenë një modul sa më shpejt të mbarohet kjo punë. A do të mbarohet me anë të TVSH-s, të mund të mos të rikthejnë, të barazohen këto llogaritë e tjera, ose diçka të mund t'ju ofrohet këtyre kompanive, ose fundit nga krediti i famshëm hungares, që dahen këtyre dhe ne qytetarët të gjithë do duhet ta paguajmë dëmin të cilën e krijoi një masë e tillë. Për shkak kohës nuk kemi edhe kohë të debatojmë lidhje me kredinë hungareze. Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit shumë, kënaqësi t'jem në këtë mes. Faleminderit. Shues nderuar, ndoqët kështu debatin me të ftuarit tanë, profesorin universitar Abel Baush dhe drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Durem Zeqiri. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.